Në një raport e Eurostat evidentohet se kur pyeten shqiptarët se sa të lehtë keni të përballoni fundin e muajit, rreth 55% e tyre përgjigjen me shumë vështirësi ose me vështirësi. Kjo shifër është shumë më e lartë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian, ku vetëm 17.4% e europianëve ndihen të varfër. Në rajon të varfër ndihen 34% e serbëve, 50% e malazezëve dhe rreth 50% e maqedonasëve, citon Monitor. Megjithatë, Shqipëria ka diferencë lartë mes nivelit të varfërisë monetare të matjeve zyrtare që është rreth 20% në 2024 dhe perceptimit të banorëve që mendojnë se janë të varfër që i kalon 50%, me një diferencë prej mbi 30%. Perceptimi i varfërisë nga shqiptarët afrohet më shumë me treguesin e varfërisë dhe përjashtimit social, që përfshin 40.5% të popullsisë sipas Instat. Ndër vendet anëtare të BE, Greqia kishte përqindjen më të lartë të personave që konsiderohen subjektivisht të varfër, 66.8%. Në anën tjetër, nivelet më të ulta u regjistruan në Holandë dhe Gjermani, 7.3%, 17.8% e italianëve ndihen të varfër. Në 16 vende të BE-s, përqindja e atyre që ndihen të varfër është më e madhe se ajo e personave që janë realisht në rrezik varfërie sipas të ardhurave.